Mbrëm në ora 21:15 minuta, QM 25 vjeç nga rrethina e Tetovës vetë është paraqitur në stacionin policor në Tetov në lidhje me denoncimin e mëparshëm nga bashkëshortja e tij 24 vjeçare se e kishte sulmuar fizikisht. Ai po mbahet në stacionin e policisë për procedim të mëtejshëm dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 12:25 minuta vetë është paraqitur në NJP të Arc, 37 vjeçaria MS nga Tetova, për të cilën paraprakisht është raportuar se rreth orës 9 në shkollën fillore ku ajo mësonte, kishte sulmuar fizikisht vajzën e mitur të personit TI, 39 vjeç nga fshati të Arc. Ajo është ndaluar në stacionin e policisë për procedim të mëtejshëm dhe pas dokumentimit të rastit ndaj saj do të ngrihet para shtresë përkatëse. Dje në orën 19:30 minuta në stacionin policor Tetov, SD 30 vjeç nga fshati Debërce Tetovës ka raportuar se djali i saj i mitur, derisa ishte në orën e edukatës fizike në shkollën fillore të fshatit, është sulmuar fizikisht nga IE nga fshati Shemshov, mësues i edukatës fizike. Për ngjarjen është njoftuar edhe prokurori publik dhe po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontroll i intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 32 drejtues mjetesh për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, prej të cilëve 26 janë tërhequr me mjet special me rimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 79 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion.